E gjithë bota po reagon ndaj sulmeve të Izraelit ndaj Iranit, me disa që shprehin shqetësime dhe të tjerë që e kritikojnë këtë veprim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës shprehet se nuk është e përfshirë në sulmet e Izraelit, ndërsa Britania bën thirrje për uljen e tensioneve. Sekretari i Shtetit i SBA-s Marco Rubio tha se SBA nuk ishte e përfshirë në sulmet ajrore në Izrael. Ministria e Jashtme e Arabisë Saudite tha se agresioni flagrant i Izraelit minon sovranitetin dhe sigurinë e Iranit dhe përbën një shkelje të qartë të ligjeve dhe normave ndërkombëtare. Presidenti i Libanit Joseph Aoun tha se sulmet e Izraelit kishin në shinjestër të gjitha përpjekjet dhe iniciativat e vazhdueshme drejt stabilitetit të rajonit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Indisë tha se vendi po monitoronte nga afër situatën në zhvillim duke përfshirë raportet që lidhen me sulmin ndaj centraleve bërthamore. Sultanati i Omanit e quajti sulmin një përshkallëzim të rrezikshëm dhe një shkelje të hapur të Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe parimeve të së drejtës ndërkombëtare. Kryeministri i Britanisë Starmer tha se stabiliteti në lindjen e mesme duhet të jetë përparësi dhe ne po angazhojmë partnerët për të ulur tensionet. Ministria e Jashtme e Pakistanit u shpreh se dënon sulmet izraelite, të cilat shpërfillin qartë Kartën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe parimet themelore të së drejtës ndërkombëtare. Ministria e Punëve të Jashtme të Katarit i quajti sulmet një përshkallëzim të rrezikshëm. Ndërkohë, Ministria e Jashtme e Emirateve të Bashkuara i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-s që të marrë masa urgjente dhe të nevojshme për të arritur një armpushim. Ambasada e Kinës në Iran e quajti situatën në Iran të rëndë dhe komplekse. Kryeministri i Zelandës së Re paralajmëroi se rreziku i llogarive të gabuara është i lartë. Si dhe Ministria e Jashtme e Australisë tha se Canberra ishte alarmuar nga përshkallëzimi. Ajo u bë thirrje të gjitha palëve që të japin përparësi dialogut dhe diplomacisë, duke thënë se kjo rrezikon të destabilizojë më tej një rajon që është tashmë i paqëndrueshëm.